Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin në televizionin Arbëria. Jemi në prag të festës së Pashkve për të diskutuar për rolin, rëndësinë dhe peshën e kësaj feste. Kemi të ftuar Don Stefan Duda për të diskutuar lidhur me rëndësinë e kësaj feste. Përshëndetje, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit qofshi, faleminderit për ftesën. Çfarë përfaqësojnë Pashkët në fenë katolike? Pashkët në fakt janë zemra e fesë, janë festat më të mëdha, për shkak se në qendër kemi të bëjmë me ngjalljen. Fjala Pashk ka prejardhjen prej hebraishtës, që do të thonë dalje, ndërlidhet me popullin hebre që ka dalë prej robërisë në liri. E në këtë kuptim edhe shqip thuhet Pashk, po në fakt me ardhjen e Jezu Krishtit, këtu kemi të bëjmë me një dalje prej robërisë së mëkatit në lirinë e bijve të Zotit, kështu themi. Pra është një fest e jetës, sidomos që i jepet përgjigje pyetjes çka mas kësaj jete, ose si mu ballafaqu me të keqen, si mu ballafaqu me mëkatin, me gjuhën religjioze, kështu me thanë, por si mu ballafaqu edhe me errësirën e në fund edhe me vdekjen. E poshtë i japin përgjigje kësaj pyetje nëpër Jezu Krishtin. Cilat janë përgatitjet shpirtërore, emocionale të njerëzve të besimit katolik për këtë festë? Po, përgatitja zakonisht e ka një fazë mjaft të gjatë, do të thoshim. Koha e kreshmeve quhet, është një përgatitje për fest, e që zgjat 40 ditë, pa i numëruar ato diellat, sepse e diela në fakt është një mini Pashk, ashtu me thonë një Pashk fest e vogël e kësaj që është në fakt bashkë për Pashk. Sepse Pashka është vërtet burimi, po dhe kulmi i krejt jetës. Kjo koha e kreshmeve, si që quajmë, është kohë penese, kohë agjërimi, kohë lutjeje edhe lmoshe. Këto janë ato 3 shtyllat që përpiqemi mirë shpirtërore, pastaj për me përjetu këtë ringjalljen, duhet me lanë për shembull të keqen, sidomos është një praktik të ne katolikët që e quajmë rrëfimi ose pajtimi me Zotin, kur hymë zemër dhe shohim çka duhet me korrigjuar, kuptimi çka duhet me pranu që kemi bë gabim. Brenda këtyre 40 ditë. Po, në fakt tonë këtë vitin liturgjik, por në mënyrë të veçantë i nxisim popullin që mu kanë pak vetë kritik. Edhe me nxitat keqardhjen e mirë, në kuptimin që më kanë të vetëdijshëm se gjithë ne kemi nevojë për mëshirë, kemi nevojë që Zoti më na mëshirojë. E kjo kohë pra e kreshmeve zgjat është kohë pendese, kohë pendimi, a në mënyrë të veçantë e ka një lloj dinamike java e madhe e quajmë. Sidomos e ejtja, e premtja dhe shtuna e quajmë këto ditë janë të mëdha, për shkak se merren do vendime të mëdha në jetën e Jezu Krishtit, por edhe në jetën tonë. Pastaj kulmon me dielën, se diela është edhe shpërthen ashtu, si me thonën gëzimi, hareja, për shkak të ngjalljes Krishtit, do me thonë, për shkak se e ka mundur edhe vdekjen, tashti asnjë njeri nuk i zhdasht me jetu pa shpresë. Sidomos këto 3 ditë janë shumë të veçanta, si përgatitje kanë një intensitet shpirtëror, e ejtja, e premtja dhe shtuna e madhe, e secila i ka karakteristikat e veta. Nëse ke nevojë lirisht mundesh. Cili është mesazhi kryesor që quhen kjo festë? Mesazhi kryesor është dashuria fiton. Fiton Zoti edhe kur i le personat edhe qoftë edhe me gabue, siç kanë qenë edhe njerëzit e atëhershëm që kanë vrarë, kanë kryqëzuar, thojmë,
Megjithatë nuk ju ka kthy me të keqe, domethënë madje është lut për ta falju atë se nuk din çka janë të bë, i drejtohet Zotit Jezu Krishti si njeri, se ne besojmë që Jezu Krishti e ka marrë natyrën tonë njerëzore, sepse natyra jonë është e ranë, e rrëzume, e plagosur. Domethënë diçka që ka ra, duhet me marrë për me mujt me ngrit. E në këtë kuptim është mjaft shpirtërore, do të thosha edhe mistike. Me shembullin e Jezu Krishtit, pastaj ne aftësohemi me imitu, ose ma mirë me thonë me mishnue sjelljet e tina ndaj të keqes, ndaj padrejtësisë, ndaj edhe goditjeve të jetës, si me thonë. Në këtë kuptim edhe po nuk mbesim vetëm te kjo, sepse kjo është e bashkuar, do të thonë jo vetëm vdekja si vdekje, por gjithmonë e ndërlidhem edhe me jetën edhe me ringjalljen, kuptimin që Jezu Krishti është shfaq, është dëftuar masanej. Po kjo është një ngjarje që e tejkalon edhe natyrën, si më thënë, se është çështje mbinatyrore që i ka do specifikat veta. Pra, kjo kishte me qenë porosia thelbësore, do të thonë me ngjalljen e Krishtit gjithë jemi të ftuar edhe guxoj me pas shpresë, sa do që duket situata e pa shpresë, megjithatë dashuria fiton, Zoti fiton mbi vdekjen. Gjatë kësaj jave, ta themi këtyre 3-4 ditësh që i përmendi, të premte shtunë, që të dielën shpërthen, cilat janë rritet që e përcjellin. Po, e hetja madhe, këtë ditë, mënyrë të veçantë, e kujtojmë darkën e mrame. Do më thonë, Jezu Krishti para se me vdek, i ka mbledh nxënësit e vet, apostujt e vet. Edhe është tryeza e shtrume, është ndërlidhur te hebrejt me traditat e tyre, me historinë e tyre, ato që than populli i Izraelit që ka kaluar nëpër detin e Kuç nga faraoni, nga robëria në liri, por tash është ndodh diçka e re. Ajo ka qenë si lloj paralajmërimi i kësaj çka vërtet ka me qenë në anën shpirtërore. Në këtë moment, tetën e madhe, Jezu Krishti ju jep shembull edhe apostujve, nxënësve të vet, pasuesve të vet, që më vonë çish kanë me jetue, sepse ata kanë me qenë ashtu me thon priftrinjtë e ardhshëm, që kanë me përhap fjalët e tij edhe veprat e tij, edhe ju tregon se çish kanë me shërby edhe ju lën kamt. Në atë kohë mi u lë mësuesi nxënësve kamt, ka qenë diçka tronditse. Por ju jep shembull, thotë qyre, në këtë botë nashta të tjerë të veprojnë ndryshe, i kqyrim i zanë venat e para, mo te jo do të më konën shërbimin në rend parë. Me thonë, me qenë shërbim, jo mu bo arrogant ose mendje madh, por edhe pse keni me pas pozitat në alta, në kuptimin me udhëheq kishën, por ju duni shërby njerëzve. Pastaj, që darka mrame, se u konë fakt darka e fundit me ta, se ma nuk do të bashkohet me ta, edhe këtu e themelon edhe na quajmë sakrament, misteri shenjt të prifërisë ose meshtarisë, i aftëson nxënësit e vet me kujtu këtë darkë të fundit, se në darkën e fundit thot, unë kom e dhonë trupin tem për juve, në kuptimin që ka me derë gjakun e ti, për me pagu, ashtu me thonë, damin e njerëzimit. Ama gjaku i ti ka qenë i vetmi i pastër që ka mujt me pajtue Zotin, njerën me Zotin, por edhe njerën me njëni tjetër edhe me vetë vetën. Edhe thot, bani këto në përkujtimin tim, edhe merr bukën, edhe merr kelkun, kanë qenë zakonit hebrejnjve, por që tashtë Jezu Krishti dhurohet vetë se në atë kohë kanë bë kurban. Në kuptimin e kanë therrë një kafsh, edhe gjaku i derdhun ka qenë simbol i pajtimit ose pastrimit mëkateve me Zotin. Në këtë rast, Jezu Krishti bat edhe qengji që sakrifikohet për njerëzimin, edhe bat në një atmosferë ngranje ose tryeze, edhe është simbolika e mrekullueshme që ma vonë do të bëhet mesha, që është kur bashkohen gjithë rreth tryezës, altar quhet ajo, që është dhe simbolika e tryezës, ku bashkohen edhe në këtë kuptim fillon një etapë e re edhe të mësimit edhe të bashkimit njerëzve rreth tryezës, por edhe kumtojmë ato, e kujtojmë çka ka bën Krishti, edhe në këtë mënyrë bashkohemi me to. Madje na kemi edhe kungimin, e çojmë kështu, që
e ham në mënyrë mistike bukën që është simbol i pranisë vërtet Jezu Krishti që dhurohet për ne. Edhe bashkohemi në mënyrë të prekshme, me thonë kështu me ta, edhe me fjalën e tij. Në pjesa e parë është që dëgjojmë çka ka thonë, çka ka bën. Pjesa e dytë është bashkë edhe me përjetuar në mënyrë të prekshme, është hostja, është buka e pabrume, që është simbolika e pastërtisë, por edhe ushqimit shpirtëror. Pak a shumë kjo kishte me qenë e njëjta, ka shumë, por kalojmë nëse do të Si festohet nata Pashkve? Okej. Të premtën është kujtohet mundimet e Krishtit në kuptimin bashkë që ka kaluar momentet e fundit tina, si e ka ndra, si e ka bajt kryqin, kush i ka nimu, kush e ka tradhtu e tjera, edhe vdes. E shtundën e madhe është një farë heshtje, sepse të prenën e madhe vdes, e shtundja e madhe është heshtje, meditim, piklem, jo në kuptimin që me gry vetën, me hangër vetën se që Jezu Krishti ka vdek, por në kuptimin edhe respektit një ngjarje madhështore, se si një njeri drejt ka vdek në mënyrë pa drejt. Edhe si me thonë, pritet ai shkëlqimi i asaj drite të ngjalljes Krishtit, e në mbrëmje na quajmë vigjilja e Pashkve ose nata e Pashkve, e aty pastaj është pjesa e parë kur lexohen leximet para kësaj bekohet qiriu i Pashkve, quhet, është pak më i madh, edhe ndizet me edhe bekot edhe zjarri. Këtë është simbolika e territ edhe dritës. Është një simbolik që lidhet edhe me natyrën për me përçu mesazhe të forta. Se është diçka që është përtej kësaj jete, si me thonë, është diçka mbi natyrshme, e simbolet na ndihmojnë më afrue sa do pak këtij misteri na quajmë, jetës mbi natyrshme. Do me thonë, është bekimi i zjarrit, pastaj e lexohen leximet, si e ka kriju Zoti botën, Abrahami, Izaku, si e ka flijue djalin e vet Izakun, pastaj Mojsiu si ka kalu në përdetin e Kuq, e profetët, lexojnë ka gjatë do lexime janë mjaft gjata, thjesht është një rikapitulim, një përmbledhje gjithë asaj çka ka ndodhur, tu e përgatit, si me thon, historinë edhe njerëzit për me ardhur shëlbuesi ose shpëtimtari që është Jezu Krishti. Pastaj bekot edhe uji me cilin pagzohen njerëzit që vinë kish ose që antartë që dojnë mu konvertu, po dhe fëmia foshnjët që pagzohen me atë ujë. Edhe aty pastaj fillot edhe kënohet aleluja, është një fjalë që hebreje prap, thoja se është tipike për këtë kohë, është, si me thonë, lavdi Zotit, edhe kënohet, pastaj ka himne që i kënohet dritës. Është një atmosferë pastaj vërtet gëzimi. A ka ndonjë simbolik të veçantë që lidhet me vezët e pikturuara? Po, apo ushqime tradicionale? Po, natën e Pashkve, zakonisht bekohen këto gjitha dhe vezë edhe buka, kripa, ka pastaj edhe gjana tjera, varësisht mishi, djathi, varësisht prej familjes, por se përket vezëve është përhap një zakon interesant, sepse është simbolika e bukur e vezës që ka brenda jetën, ti nuk e sheh, por megjithatë aty është brenda jeta. Edhe kryesisht i ngjyrosim me ngjyrë të kuqe, gjithashtu është simbolika e gjakut. Gjakut Jezu Krisht që e ka derdhur, e që është jetë, edhe ajo gjaku është jetë. Kur edhe i thënë zakonisht në kuptimin është si lloj loje, por loje e gëzueshme, kështu kush po ja thën njëri tjetrit vezët, në kuptimin që varri shpërthen. Krishti që ka dalë prej vorrit, ashtu sikur se zogu që del një jetë të re, është një simbolik e tillë, edhe ma shumë është edhe mi afru njerëzit, të vizitat, kur të shkojnë të njëri tjetrit, ju dhurojnë vezë, ngjyrosa, është edhe simbolika e kreativitetit, do të thonë ngjyrosim ngjyrat e jetës, ka një lloj hareje, një lloj gëzimi. Këto kishin me qenë simbolika zjarri, do të thonë qiriu, se Jezu Krishti ka thonë jam drita e botës. Pastaj janë edhe vezën, bekimi i ushqimit, këto kishin me qenë, por edhe uji që bekohet, simbolika e meshës mesnatës, meshës Pashkve,
Vigjiljes është gjithashtu simbolike e bukur, sepse bëhet në terr, shkëlqen drita, këto kishim me qenë. Sa bën këto simbolikat e cilat i treguam edhe gjatë këtyre 40 ditëve edhe javës së fundit, sa bën një besimtar të afrohet më shumë në ndjesinë e tij fetare. Qëllimi është këtu, që sa më shumë me afru në kuptimin që me lidh me jetën. Edhe këto simbolika, për shembull, për Krezhme si përgatitje, sidomos është pluhuri ose hiri, edhe bëhet një rit që thot kujtohu njëri se hi ke qenë edhe në hi do të kthehesh. Jo në kuptimin me afut frikën, por qëllimi është më kanë i meqëm se në këtë botë, në këtë tokë do t'jemi shkurtimisht, ashtu me thonë relativisht, është kjo koha, se e ka një fillim, po do të ketë një mbarim sa i përket trupit, se shpirti nuk vdes, shpirti jeton, por me këtë trup që e kena, t'i lejojmë shpirtit Zotit me jetu për mirë. Prandaj këtu është edhe simbolika e pluhurit, simbolika edhe meditimit, na çojmë një për shpirtëri, devocion udha e kryqit, që meditojmë si Jezu Krishti ka jetue, pastaj agjerimi, bamirësia, me lmosh, dhurimi, gjitha këto që njeriu mos me këshyr veç veten, sepse kjo është mëkati i njerit është pikrisht kjo. Na e dojmë shumë vetveten. Nganjëherë mendojmë që jo, po në fakt po. Edhe kjo është edhe arsyeja pse Jezu Krishti ka thonë duje Zotin me gjithë zemër, me gjithë mendje, por edhe të afërmin si vetveten. Do thonë, këtu jemi të ftuar tash me dal prej vetvetes, me thonë, a jam të e dasht njëjt atë tjetrin, të afërmin tim. Kjo kërkon ushtrim, kjo kërkon vazhdimisht dalje, nganjëherë harrojmë, nganjëherë na kap një plogështi. Kjo është edhe arsye pse duhet me prediku, edhe ose me fol, jo vetëm prifti, por edhe besimtarët, pse jo, me thonë edhe ndonjë kritik konstruktive, jo me gjyku, por megjithatë e kemi për obligim edhe t'u ndihmu një tjetrit, me qenë edhe lloj si pasqyre që personi me pa, nëse dikush e thon vërtet ashtu si duhet, ai pastaj edhe e sheh, kjo që ka rruga. Kjo kishte me qenë ajo sfida edhe këtyre përgatitjeve, simboleve, gjitha e kanë qëllimin e jetës shpirtërore. Sepse këto anë të jashtme edhe mund më na rrejt, nga njëherë, qoftë rritet, qoftë njeri mund mi ba kështu, madje edhe duket shumë bukur, por qëllimi është zemra. Qëllimi është zemra, e këtu është një betejë hatashme. Nga njëherë është më e qetë, nga njëherë është më e fortë. Qëllimi është mi dhon njerëzve zemër se ekziston rruga, ekziston shërimi, ekziston lumturia e vërtet, por jo në egoizëm, por në dhurim, ashtu siç ka bën Jezu Krishti. Sa janë ruajtur dhe zhvilluar traditat e Pashkëve, po se ç'është tek shqiptarët, po kur po themi tek shqiptarët, po nuk kuptojmë Shqipëri, Kosovë. Po. Kryesisht, them drejtën, ndërlidhen me liturgjinë më shumë. Këto që i përmendëm vezët, bekimi i bukës është gjithashtu është ruajtur mjaft mirë, në kuptimin që bëhet një bukë e veçantë, sepse Jezu Krishti gjithashtu ka thënë për veten, unë jam buka e jetës. Edhe çështja është edhe bashkimit. Në këto festa bashkohen familjet, meqt, krijohet një atmosferë vërtet gëzimit edhe bashkimit që kemi nevojë. Pak është zbekjo jeta moderne e punës, sidomos shtetet e Perëndimit për fat keq, ka ndikuar që personi pastaj i dëshiron me mall, e bën por jo ndoshta në atë masën siç ka qenë përpara me shumë fëmijë rreth tryezës, por ndoshta siç e dim, siç u bën edhe struktura familjare që ka ndryshuar. Thelbi ka mbet, falë Zotit edhe mesha shenjte i bashkon njerëzit që në Perëndim në Mërgati kemi edhe misionet shqiptare katolike, fati ose hiri i Zotit na thojmë ka bëm mëshira e Zotit që megjithatë mos mu asimiluem edhe me kultura tjera, edhe pse janë të krishtera, por megjithatë i kemi na disa specifika, shkumjat e njëri tjetri, urimet, janë këtu akoma, por tash më shumë po i bëjnë nëpërmjet rrjeteve sociale. A ka ndonjë traditë familjare që mbon gjithherë gjallë për Pashkët, që është diçka më e veçantë nga të tjerat? Po. Mesha e shenjte që është fakt çdo të diele
është një pashkë e vogël e kësaj pashke të madhe të ngjalljes që e festojmë bashkë për festën e pashkëve. Kryesisht ndërlidhet me liturgjinë. Këto kulturore që janë, këto zakonet kulturore, ngjyrosja e vezëve ose bekimi i bukëve, është tipike, mund të themi tipike për vendet tona, vendet e Ballkanit mund të themi. Do vende tjera ekzistojnë disa zakone tjera, por kjo gjithmonë dallon për shkak kulturave edhe çka dëshirojnë ata me theksu më shumë. Por te ne është mesha shenjte. Domethënë ai liturgjia që i japim më shumë vëmendje në kuptimin që dëgjojmë fjalën e Zotit, vijmë, pjesa e parë është vetëm prej Biblës që lexojmë, pendohemi për mëkate e pastaj e kujtojmë se çka ka bën Jezu Krishti në tejtën e madhe, bashkë me nxënësit se si e ka dhuru veten, edhe bashkohemi edhe na quajmë kungim me të. Kjo na jep atë forcën, atë fuqinë, pastaj që në vepra tjera jashtëameshe me qenë me bekue, ashtu me thonë. Jo vetëm kish, po domethënë edhe kur punoj dikun me shpreh atë dashninë, qoftë ndaj punës, qoftë ndaj njëri tjetrit, ose në shkollë, ose pa marrë parasysh këtu. Qëllimi është këtu. Ato çka e merr në mesh ose në liturgji, në kult, ato pastaj me përçue në jetën, ai po them kështu shekullare. E thatë edhe ju më parë, edhe realisht ashtu është që festat fetare, po ashtu edhe fetë, shërbejnë më shumëti për afrimin e njerëzve, për sjelljet e mira në rrugën e Zotit që duhet të kenë. Sot ndikojnë fetë në afrimin e njerëzve në rrugën e drejtë, të cilat e predikojnë. Në thelb ashtu është. Në thelb vërtet çdo fe dëshiron me ndiku te veprat e personit. Një e veçantë do të thosha të paktën nga perspektiva e krishterë është që besimtarëve tanë u themi, ti guxon edhe me pas dobësi, por mos e mirato të keqen. Do të thonë ekziston mundësia mu pendue. Ne e kena mësu, ne të krishterët të paktën e kemi mësu që nga historia që nga njëherë mundet me qenë religioni qëllim në vetë në kuptimin e rritit si rrit, anës jashtme, fasad, ashtu me thonë, por që brenda mbetet i pandryshu. Kjo është rreziku i përhershëm i çdo feje. E ne në krishterim e kemi atë sakramentin e rrëfimit, si që quajmë, kur e ballafaqojmë personin, mos e mashtro veten. Guxon me qenë edhe i dopt, guxon edhe me gabu, jo në kuptimin që po e dojmë të keqen, për i të Zot, por në kuptimin që je i sinqert, do të thonë, e ke mundësinë, sa herë të kesh nevojë, dikush më shpesh, dikush më pak, po të paktën një herë në vit, ndalu edhe shihe. A jetu ashtu siç po paraqitesh para tjerëve. Se ndoshta para tjerëve do shenjt, po në zemër i ki të zezat. Kjo është ai rreziku i përhershëm, kjo është edhe sfidë edhe për besimtarët që mos me gjyku njëri tjetrin, se ka edhe gjëra të tilla, thotë apo ai po shkon kish, an tjetër na e dim si vepron. Edhe këtu është një rrezik sepse ai shkreti na është luftu për mu përmirësu. Edhe do përmirësimi nuk vin me një herë. Do përmirësimi vërtet vin disa herë më ja kujtue, disa herë më thon që Zoti të fal. Se dikush edhe friksohet me thon kam gabu. Sepse e ndërlidh edhe me përvojat e njerëzve, ne jemi edhe paragjykues shumë si njerëz, edhe nuk kemi mëshirë. E pastaj i japim zemër personit. Shifin, nëse ti e thue Zot falem se këtu kjo gjë nuk ka qenë mirë, dije që Zoti nuk të poshtron. Edhe nuk ka ardhur Zoti me të ndëshku, e kundërta, Zoti ka ardhur me të shpëtu, sepse ti ke nevojë, Zoti nuk ka nevojë, Zoti i ka të gjitha. Por ti si person ke nevojë me thonë Zot falem se këtu nuk pas na bën mirë. Edhe Krishtit kjo i mjafton. Pra, i edukojmë njerëzit me pas një keqardhje të mirë. Jo një keqardhje që e prish veten, se ka edhe deformime të tilla edhe në fe, që pastaj ka ore çast që ndron frikë mos po gaboj diçka. Edhe ajo nuk është e shnetshme, madje mund edhe me deviju. Pra, feja si fe, tham drejtën, e ka qëllimin, sidomos feja e krishter dëshiron me i pranu meritat e Jezu Krishtit, jo që na jemi të mire, Zoti na do, por ai na do sepse jemi ti. Si baba që e do fëmin, pa marrë parasysh si sillet.
ama nuk e miraton gabimin. Do me thonën, qëllimi është që njerëzit me shpëtu nëpërmjet meritave të Jezu Krishtit, por edhe me besimin që e kanë të, kjo pastaj i aftëson me bë mirë, se një njeri që beson të mirën, ai sigurisht që kam ju largu edhe të keqës. Dorësiven, çfarë ju emocionon më shumë të gjatë kësaj feste? Gjatë kësaj feste me emocionon sepse shumë afër janë errësira dhe drita. Edhe e kom pa që nganjëherë na kap një lloj frike, sidomos kur ballafaqohemi me disa vështirësi edhe me disa nga ana njerëzore tragjedi, si të thosh, që është edhe vdekja, smundja, kur sidomos në raste kur e di që ka me ardhur vdekja. Edhe e sheh betejën e këtij personi. Por e sheh edhe që kur ta gjajnë paqen, sidomos kur ta bën këtë hapin që ta pranon se megjithatë me këtë jetë, me këtë vdekje nuk mbaron. Vetëm që është edhe kjo shpresa, kjo besimi që paska jetë lumturi, paska, kupto që unë vetë nuk mund t'ja jap vetës, na çojmë këto hir, nuk mund ta prodhojmë këtë. Ama kjo është ajo beteja kur e shoh edhe te vetja, edhe me ato frikat që nganjëherë vijnë, mblidhen, kur vijnë këto pyetjet e jetës, prej nga jam, ka shkoj, këto janë pyetje të rënda, këto janë pyetje të mëdha, ama që duhet më ju dhënë përgjigje. Herë do kur do na dumi më ju dhënë përgjigje këtyne pyetjeve. Me emocionon që gjithnjë më shumë jam të zbuluar vërtet madhështinë e veprës të Jezu Krishtit, që ka thonë mos keni frikë, mos keni frikë. S'di sa herë ju thot apostujve, mos keni frikë, unë ju njoh. Pjetër e ka pas njëri prej nxënësve, që ma vonë u bën papa i parë. Ky ka thonë, kallëzëm ti unë për ty ku me dhon jetën. Thot, ti ke me dhon jetën, ke më tradhtu 3 herë. Edhe ashtu ndodh. Por thot, kur ndodh kjo, dije që ta kam thonë, thot, se unë e di natyrën tënde dopt, i thot nxënësve vet. Por unë ku marr për shkak dashnisë, e me atë dashni ju pastaj keni me bën vepra të mira. Sepse ne kur veprojmë kështu në krye të vetja, aty shka s'del. Edhe a e bëjmë mira, se bëjmë, mos e bëjmë për lavdonin e kështu me radhë. Jezu Krishti thot që edhe nëse ke bën një vepër të mirë, s'ke nevojë më mburr, sepse Zoti ta jep ato që e ke bën të mirë. Se e di rrezikun e egoizmit, e di rrezikun e menje madhësisë. Se këtu është edhe një rrezik edhe i fesë, që pastaj unë e kam bën, pastaj e humbat thelbin e fesë për vujtërinë edhe më dhon deri lavd Zotit. Edhe nëse unë e bëj një vepër të mirë, nuk është merite jemja, po i kom leju Zotit, fuqisë Zotit për me bën një vepër të mirë. Një nga vlerat të cilat janë krenuar shqiptarët ka qenë bashkëtesa mes feve të ndryshme. Si e shihni bashkëtesën ndërmjet komuniteteve fetare këtu në Kosovë? Unë e falenderoj Zotin që e kemi. E kemi në thelb, e kemi edhe është mjaft solide, kuptohet që me kalimin e kohës jeta nuk shkon gjithmonë lule dritë, vinë rrymat e tjera, që kemi edhe shtetin, demokracinë, themi të paktën që dëshirojmë me një jetë demokrate, edhe ku e vlerësojmë personin. Besoj që është mirë që kemi pas shekuj krishterim. Por që Zoti ka leju që me ndodhë që me ardhe për andëruja Osmane, me pas edhe Islam, me pas edhe fe tjera, kove të fund të kështu me radhë. Pra, nuk kemi nevojë me pas frikë prej të ndryshmes. Zoti na sprovon edhe në këto, me pa a je i përvojt. Nuk na lejon që me çu krye. Na jena shumë. Shtetet e Perëndimit ka 90% shumë shtete që janë të krishterë, po megjithatë ne ruhemi, sepse numri si numër është mjaft problematik. Nuk do të thotë që nëse na jena me shumicë kësaj feje, automatikisht jena më të mirë. Këtu është edhe rreziku. Na në krishterim e dim këta. Prandaj edhe gjithmonë kemi kujdes, sidomos triumfalizmin, që është shumë i rrezikshëm. Se njëri më një herë pastaj bie dhe thot s'kam nevojë as për kritik ndaj vetvetes, unë e di, gabimet më të mëdha janë bën pikërisht në këto periudha.
Prandaj është me rëndësi, unë e çmoj, sidomos edhe gjeneratat e vjetra që vërtet gjithmonë ndjehna mirë, pa marrë parasysh është i fesë islame apo i krishterë, që vërtet, sidomos kur flet shqip, me njerë çliron, ashtu me thonë, nuk e kam ndonjë ngurrim. Kohëve të fundit janë këto rrymat që duhet me pas kujdes na si shoqëri, po janë edhe me thënë drejtën është një rast i mirë, që me pas se çka dojmë. A dojmë këtë stil me marë, apo çfarë stili, ose mënyrë diferencume, se nuk janë këtë gjanat mallkume, edhe nëse vinë edhe për shteteve tjera, kulturave tjera, vetëm që të mësohemi me dallu gjanat që na bën mirë e çka nuk na bën mirë. Këtu besoj që jemi tu përpëlit, por nuk është edhe keq, sepse rritet vedia që diçka një gjë qenë ka e mirë, po një gjë s'qenë ka bashkë e mirë, kështu që duhet mi u lënë pak njerëzve edhe një hapësirë lirie, që edhe ata vetë me pase çka është mirë, çka jo. Edhe për fund, cili është mesazhi juaj për gjithë besimtarët e krishterë? Faleminderit shumë dashur besimtarët fesë krishterë që si vjet edhe besimit ortodoks edhe besimit katolik e festojnë të njëjtën ditë të Pashkëve. Krishti ka thonë, unë jam ringjallja dhe jeta, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Ai e ka mundur edhe vdekjen, dhe me thonë ka kalu gjitha fazat e jetës, qoftë edhe vdekja. Pra, ka shpresë, çdo njëri prej jush, pa marrë parasysh çfarë gjendje jeni ose ndiheni, ka shpresë edhe për ty, sidomos për ju që ndiheni të pa shpresë. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Në Stefan, urime festa dhe njëkohësisht shfrytëzoj rastin e emrin tim dhe televizionit. Arbëria t'ju uroj gjithë besimtarëve të krishterë festën e Pashkëve. Shumë faleminderit, ju a kthefsha me të mira. Faleminderit për pranimin e ftesës dhe kohën e ndarë. Me gjithë qef. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.